Por vendimtare për partitë politike të cilat në mesnat duhet të dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listat me 186 kandidat për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, 46 emra për listën e mbyllur dhe 140 për listën e hapur. Si në Kampin Blu, ashtu dhe tek ai socialist, ende nuk ka një listë përfundimtare, por vula për emrat jepet këtë pasdite ku partitë kanë thirrur në takime strukturat. Kryesocialisti Rama mbledh në orën 19 kryesinë e PS-s, ndërsa para mbledhjes do të zhvillojë një takim me drejtuesin politik për diasporën Taulant Ballon. Në këtë takim përveç bilancit të punës që është bërë deri tani, pritet të diskutohet edhe për emra potencial që mund të vinë nga diaspora. Shumica e grupit parlamentar të Partisë Socialiste pritet të jetë në listën e hapur pasi kryeministri Rama deklaroi se ata që kanë fituar qoftë dhe një mandat në siglën e PS-s do të jenë në listën e hapur përveç drejtuesve politik të qarqeve. Ndërkohë surprizë mbetet vendimi i kryesocialistit Rama, i cili për herë të parë tha se mund të mos kandidojë fare si deputet. Në ndryshim nga socialistët, Sali Berisha pritet që në listën e mbyllur të fut emra besnik të tij. 8 vende të sigurta u ka premtuar aleatëve të koalicionit opozitar. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 4 prej tyre i merr Partia e Lirisë, ndërsa nga një ndahet për Mediun, Dulen, Idrizin dhe Dukën. Për vendosjen përfundimtare të listave sot në orën 17 mblidhet kryesia e PD-s dhe në orën 19 mblidhet Këshilli Kombëtar. Vet Berisha pritet të jetë në listë të mbyllur në Tiranë, ndërsa Ilir Meta refuzoi nga burgu ofertën e Berishës për ta futur në listë të mbyllur dhe deklaroi se do të garojë në listë të hapur. Në këtë zgjedhje përveç koalicionit të Berishës me aleatët kemi dhe bashkimin mes Adriatik Lapaj dhe Endri Shabanit, si dhe Enkelej Dalibeaj dhe Dashamir Shejt. 5 parti kryesore garojnë më vete, ndërsa 17 parti të tjera janë regjistruar, por pritet të shihet nëse të gjitha do të depozitojnë emra me kandidat për deputet për gjithë Shqipërinë. Në zgjedhje pritet flet votimi gjigande, ndërsa nëse të gjitha subjektet e regjistruar do të dorëzojnë kandidat, KQZ është e papërgatitur se si do të veprohet me fletën e votimit.